Bota është e mbushur me maska, me fytyra që buzëqeshin përpara teje dhe të helmojnë pas krahëve, me njerëz që të shtrëngojnë dorën dhe në heshtje luten që të rrëzohesh. Ata nuk janë gjithmonë armiq të hapur. Jo. Më shpesh janë miq të afërmit, kolegët, madje edhe ata që të komplimentojnë. Sepse kjo është fytyra e vërtetë e narcisistit xheloz, ai të admiron, por të urrejt njëkohësisht. Çfarë e shqetëson atë që je i lirë, që nuk i lutesh askujt për aprovimin, që nuk ke nevojë për të ndjerë mirë me veten, që shfaq vetbesim kur ai ndihet bosh, që ndriçon aty ku ai përpiqet të erësojë. Narcisisti nuk duron dot të shoh dikë që se kontrollon dot. Ai dëshiron të jetë qendra e vëmendjes, por kur dikush si ti fiton respektin dhe vëmendjen pa e kërkuar, fillon përplasja e brendshme. Ai sheh tek ti atë që nuk është dot vetë, dëhre këtu në isë lufte e tillë. Përpiqet të ul vlerën me fjalë të vogla, të maskuara si shaka, të përbalt pas shpine për të dobësuar imazhin tënd, të saboton suksesin, duke të mbjellë dyshime, të largon të tjerët nga ti, sepse vetë nuk arrin të lartësojë. Por një njeri stoik nuk bie prej këtyre, sepse nuk ka forcë më të madhe se qetësia e një mendje të ndriçuar. Stoicizmi nuk është dobësi, është mur mbrojtës i mendjes. Kur dikush të sulmon, mos u hakmer. Bëhu më i qetë. Kur dikush përpiqet të ul, qëndro më i lartë. Kur dikush të xhelozon, vazhdo të rritesh, mos u përpiq t'i bindësh që je i mirë, thjesht jeto me integritet, siç thot Seneca. Ne s'kemi kontroll mbi emocionet e të tjerëve, por kemi kontroll të plot mbi si i lejojmë të ndikojnë te ne. Ti nuk je këtu për të qetësuar zemrat e trazuar nga zilia, ti nuk je këtu për të erësuar dritën tënde që të tjerët të ndihen më pak inferior, ti je këtu për të shkuar përpara, për të ndërtuar, për të frymëzuar, dhe në këtë rrugë do të krijosh armiq natyrshëm. Jo sepse je i keq, por sepse je ndryshe, qëndro i pathyeshëm, në heshtje, me dinjitet, duke ecur përpara, sepse njerëzit që janë xheloz ndaj teje kanë më shumë dhimbje se sa urrejtje, dhe më shumë boshllëk se sa fuqi. Ti je dëshmi që ka dritë, dhe kjo dritë i verbon. Kujtoje këtë, nuk kanë nevojë të pëlqejnë të gjithë, nuk ke për detyrë të bësh të tjerët të ndihen rehat me suksesin tënd, dhe s'duhet të kërkosh falje që je duke fituar. Stoiku nuk përkulet para zilis. Ai ecën mbi të. Për të mbrojtur nga njerëzit narcisist, ziliqar dhe manipulues, duhet të kultivosh vetdije, kufi të qartë dhe qetësi emocionale. Ja disa mënyra konkrete si të kesh kujdes prej tyre. Një shenjat e tyre herët, ata e vën veten në qendër, e kanë të vështirë të pranojnë gabime, të lavdërojnë në fillim, pastaj të ulin, shfaqin zili të fshehur ndaj arritjeve të tua. I përdorin të tjerët për interes personal, mos e injoro atë ndjesi të brendshme që të thotë, diçka nuk shkon me këtë njeri. 2. Vendos kufi emocional, mos ndaje gjithçka personale me ta. Ata përdorin informacionin si armë, mos lejo që të kontrollojnë emocionet e tua me manipulime ose fajsim. Mëso të thuash jo pa u ndier fajtor. 3. Mos e kërko aprovimin e tyre. Narcisistët ushqehen me nevojën e të tjerëve për pëlqim. Kur e kuptojnë që nuk varet prej tyre vetë vlerësimi yt, e humbasin fuqinë që kanë mbi ty. 4. Mos u fut në lojën e tyre, mos debato me qëllim t'i bindësh, mos u hakmer me të njëjtën monedhë, përdor heshtjen si forcë, ata e urrejnë kur nuk marrin reagim. 5. Fokuso te vetja, jo te ta, mos harxho energji për të shpëtuar apo ndryshuar dikë që është i helmuar nga zilia dhe egocentrizmi. Rritu vetë. Bëhu më i fortë. Investo në qetësinë tënde. 6. Ruaj rrethin tënd të pastër, mos u ndjej keq të largosh njerëz që të konsumojnë. Më mirë vetëm me paqe se i rrethuar me tension. 7. Fillo të praktikosh stoicizmin në jetën e përditshme, mos prit që njerëzit të jenë mirënjohës, prano që zilia ekziston dhe do të ndjek gjithmonë në sukses, mos lejo asnjë fjalë jashtë teje të cënoj botën brenda teje. Në fund, kujdesi nga këta njerëz nuk është frikë, është mbrojtje e dinjitetit tënd. Ziliqarët nuk do ndalen, por ti mund të bëhesh aq i qëndrueshëm, sa ata do ndalojnë së përpjekuri.